42.000 maturantë zhvilluan sot provimin e matematikës me saludimeve për publikimin e testit në rrjetet sociale, disa orë para fillimit të tij dhe me dilemën e vërtetësisë të tezës së publikuar. Ministria e Arsimit pohoi se testi pretenduar me variantin A është jo i vërtet dhe dashakeq, që kërkon të nxjë procesin e maturës shtetërore. Por kur testimi kombëtar ishte drejt përfundimit, rrjetet sociale rreth orës 12 nxorën variantin B të tezës, e cila duke që ishte fotografuar nga bankat e shkollës. Dyshimi për këtë tezë që doli thuajse në përfundim të provimit është se ai ka dalë nga rrethet dhe jo nga Tirana. Vërtetësinë e testit të publikuar, ati B, e konfirmojnë maturantët, të cilët njëkohësisht rrëzojnë pretendimin për versionin A të publikuar një ditë më parë. Mendoj se ishte mesatar i vështirë. Çfarë grupi ishte? Grupi isha varianti B. Mund të konfirmosh se ishte kjo teza? Po. Kjo ishte? Po. Po, ai është, se kanë ndryshuar alternativë. Ai është, po. Gjithmonë ishim përgatitur për nivel mesatar, se stafi ka qenë në rregull, ka bërë detyrën e vet. Ishte vështirë? Jo, mesatar. Po thuaj se njësoj ishin, vetëm se ndryshon të rënditja. Mund ma konfirmosh këtë? A është? Për grupin B? Po, kjo është. Pati një tentativë për të kopjuar në? Jo, kishim administratorët që na kanë ndetur te koka, themi drejtën. Mesatar kishte edhe ushtrim që normalisht bën indiferencë. Çfarë grupi ishe? Unë isha B-ja. Jo shumë e vështirë, mesatar. Zëvendësministrja Nora Mala në një lidhje telefonike për News 24 pohoi se prej ditësh po tentohet të bëhet pis procesi mbarvajtjes së maturës shtetërore, duke manipuluar testet e vjetra dhe duke publikuar ato si teste origjinale. Sipas saj nuk arri informacioni nga Ministria e Arsimit dhe procesi u zhvillua në kushte normale. Nëse Ministria e Arsimit do ta shohim me shumë seriozitet kush janë ata që duan të pis maturën shtetërore të vendoren mbi të. Se deri tani në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit nuk na rezulton rrjedhje të informacionit. U tentua për të hedhur ideja e një testi fake, pra falso, të përgjigjeve të provimi anglishtes dhe që ka vazhduar historia e këtyre rrjeteve sociale. Dua t'i bëj me dije të gjithë ata që kanë rrjetet sociale që menaxhojnë dhe që kanë bënë një punë shumë të mirë. Keni kujdes, mos luani as me djersën e shqiptarëve, as me punën e shqiptarëve dhe as me misionin e arsimit, që është një mision shumë i rëndësishëm për të realizuar standardin kombëtar. Me gjithë pretendimet, notat e maturës shtetërore këtë vit nuk kanë rëndësinë e viteve të shkuara për shkak të ndryshimeve që u bën ligji të arsimit të lartë. Pra, nota e maturës shtetërore është një nga 10 notat e 3 viteve që maturantët do duhet të mbledhin për të nxjerrë mesataren e gjimnazit. Maturantët përmbyllin provimet e maturës më 24 qershor me testimin e lëndëve me zgjedhje.